nuk janë ata që prisja, që mund të ishin edhe persona me funksione më të rëndësishme dhe me role më të rëndësishme, po shikoni dhe ato në lloj investimesh që kanë bërë në Shqipëri ose më mirë që janë sekuestruar, nuk janë të atij niveli në proporcion me ngarkesën e madhe të drograve që janë kapur në veritë e Evropës. Do të thotë që lekët, ato të ardhurat që janë, mund të jenë diku tjetër, të ngrira në ndërtime ose në pasuri të paluajtshme etj, por nga ato që janë sekuestruar janë të papërfillshme. Përsëri insistoj dhe them, mendoni që është një operacion që mund të nxjerrë kanale të caktuara të lidhjes me politikën dhe që mund të ketë dhe goditje deri në politikën e lartë, në kupolin e politikës në vend, apo do të mbetet këtu? Me kaq gjetje sa ka, me kaq dritë sa kemi për këtë dosje? Hetimet vazhdojnë. Ky ka qenë përfundimi që një mesazh është dhënë sot nga ana e prokurorisë të posaçme gjatë përfundimit të konferencës shtyp. Le të shikojmë çfarë do ndodhë më tej. Tentativa e qeverisë për të ndërtuar një plan me 8 pika para 3 ditësh. Ministri Drejtësisë Ulsi Manja bëri një plan me 8 pika për të bashkëpunuar me SPAK-un. Dumani kaloi me elegancë, tha shtohet burokracia. Nuk tha që ju po mbivendoseni apo po merrni kompetencë, po tha sikur shtohet shumë burokracia, se kontroll këtu, monitorim këtu, bashkëpunim këtu etj. Si ju duket? E para po përgatitet një metodologji që të bëhet e matshme se si po punon SPAK-u. Dhe kjo metodologji po punohet jo vetëm si dokument për SPAK-un, por edhe për prokuroritë e jurisdiksionit përgjithshëm. Dhe 8 pikat që kanë qenë në atë rekomandim, ashtu siç i kemi lexuar të gjithë, nuk janë pika vetëm për prokurorinë e posaçme, janë pika edhe për prokuroritë e jurisdiksionit të përgjithshëm. Pra ishte më e zgjeruar se sa thjesht një shigjetimi i momentit siç e përmendën mediat e siç munduan ta interpretonin. Sigurisht që ka debat, ka interpretime nga më të ndryshmet, disa prej atyre rekomandimeve ishin të përgjithshme, duhet thënë kjo, por ato konkretizohen metodologji konkrete. Për 1, 2, 3, 4, 5, pra i vendoset një metër dhe pastaj shikohet se në çfarë mënyre dhe në çfarë përmase ti i arritur ta realizosh 1 apo 2 apo 3 rekomandime. Por është shumë e rëndësishme që të zbatohen, siç e parashikon ligji, rekomandimet e përvitshme të Këshillit të Ministrave që janë luftën kundër kriminalitetit, dhe këtë e bën çdo institucion, edhe prokuroria e posaçme, edhe prokuroritë e jurisdiksionit të përgjithshëm, të cilat të fundit nuk janë ankuar asnjëherë, por thjesht kanë ndërmarrë ato masa me aq mundësi sa kanë dhe kapacitete. Kështu që nuk është shumë herët për të thënë nëse ka përplasje apo jo, unë nuk mendoj se ka përplasje, nuk mendoj se ka intimidim, nuk mendoj se ka trysni ose presion, do të shikojmë në vijim edhe në propozimet që do ketë nga ana e Komisionit Xhava se çfarë ndryshimesh do të kërkohen në legjislacionin fuqi. Rrezikohet SPAK-u? Rrezikohen kompetencat e SPAK-ut, mendon Rama e ka 83 vota, ndryshimet nëse do të bëj ka lehtësisht bëshme sepse ka numrat parlament, një vot i duhet vetëm. E para, nuk mendoj se ka një vullnet për të rrezikuar SPAK-un. E dyta, nuk shikoj një rrezik për sa kohë çdo majorancë nuk ka 94 vota, se do të fillojë nga kushtetuta gjithçka. E kuptoj. Me 84 vota mund të bësh vetëm ndryshime të karakterit material dhe procedurial, legjislacionin të fuqi, mund të përmirësosh gjëra nga ato që ti ke, por nuk mundet dot të merresh me element ekzistencial të vetë prokurorisë posaçme ose SPAK-un tërësi përfshirë të gjykatën dhe byron kombëtare të hetimit. Për krimin zgjedhor, operoi siç duhet SPAK-u apo prisja më shumë? Prisja më shumë me masa konkrete në kuadër të parandalimit, pra patëm një pritshmëri të madhe që vetë zoti Dumani e përmendi në shpalosjen strategjisë për krimet zgjedhore, në cilën tha që nuk do merremi me vepra penale post factum, të jetojmë mbasi ka ndodhur fushata, por do të jemi parandalues dhe do të kemi arrest en flagrance. Pra këto arrest en flagrance do ta bënin deterrente, pra parandaluese çdo mundësi që persona të përfshihen në krime elektorale. Kjo gjë nuk ndodhi për fat keq. Nuk e di se sa ndikoi kjo që njerëzit të avantazhoheshin dhe të kryenin krime shitblerje të vote. Megjithatë do të shikojmë në të ardhmen përmirësime që çfarë mund të bëjnë. Këto krime tani që zbulohen dhe masa konkrete që me kontrole çfarë po ndodh janë post factum, pra nuk ndryshojnë asnjë rezultat dhe asgjë nga ato çfarë janë vulosur dhe po vulosen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, duhet ishte më proaktive hetimin. Kjo mungesë proaktiviteti erdhi se u zbut pak SPAK-u se i mbaron mandatin fund të vitit Dumanit apo këto ishin gjetjet? Si e sheh? S'mund t'i paragjykoj, nuk jap dot komente.